Mësimdhënësi Valbona Karanfili, nga shkolla fillore Slavko Arsov, fshati Podmoçan, Resi. Sot do mësojmë për njësinë mësimore, struktura, përsëritja, rrëpit dhe përpunimet të programeve Scratch, nga tema krijimi i programeve. Pikat kryesore të kësaj njësime mësimore janë struktura, hapjen e programit Scratch, struktura përsëritje dhe disa shembuj që do t'i punojmë në programin Scratch. Si e hapim programin Scratch? Shkojmë në aplikacione, programim dhe programi Scratch. Definicion për strukturën përsëritje. Struktura përsëritje shërben për kryerjen e shkurtër të bllokut të deklaratave të vendosura brenda strukturës. Do me thënë, çdo gjë që ndodhen brenda strukturës përsëritet. Në këtë rast, po të kemi ndonjë deklaratë brenda, do përsëritet 10, se kemi shkruar numrin 10. Do shikojmë një shembull, o ta sqarojmë dhe do ta bëjmë në programin Scratch, o ta përpunojmë. Shembulli i parë. Kur shkojmë në bllokun Control, when flag clicked, se përshëndetje. Në këtë rast, nuk e kemi përdorur strukturën përsëritje, ose repeat. Në rastin e dytë, e kemi përdorur strukturën përsëritje, when flag clicked, repeat 10 herë, nga bloku Control, say përshëndetje, nga bloku Lux, dhe wait 1 second, prit 1 sekund, që të duket, do me thënë 10 herë duke përsëritur fjalën të njëjtë që kemi në këtë rast përshëndetje. Këtë o ta bëjmë programin në programin Scratch. Control, when flag clicked, Lux, say përshëndetje. Do me thënë, nuk e përsëritim, nuk përdoret struktura për përsëritje. Në programin e dytë, o ta bëjmë duplicate, keni mësuar, do shkojmë në blokun Control, repeat 3 herë. Wait 1 second. Tani, në programin e dytë të shikojmë që përsëritet fjala përshëndetje. Do me thënë, të gjitha tek që ndodhen brenda kësaj, do përsëriten brenda strukturës, do përsëriten 3 herë. Përshëndetje, përshëndetje, përshëndetje. Programi i radhës, që do ta shikojmë, është në radhë. Shembulli i dytë, në këtë rast, cila deklaratë do përsëritet? Do me thënë, fjala përshëndetje 10 herë, a ngjyra nuk do përsëritet, do me thënë nuk do ndrohet ngjyra e objektit. Në rastin e dytë, do përsëritet say përshëndetje, change color, ose ndryshimi i ngjyrës 10 herë. Këtë program ta bëjmë në programin Scratch, të dyja programet. Është e njëjta. Shkojmë në Lux, change color, dhe është e njëjta, duplicate. Shkojmë këto, ta heqim edhe këta. Nga shembulli i dytë, programi i parë, do duket kështu. Do me thënë, do përsëritet 3 herë fjala përshëndetje. Dhe në fund, kur do mbaroj me përsëritjen, o ta ndryshojë ngjyrën, objektin, në këtë rast e kemi macën. Në programi i dytë, nga shembulli i dytë, njëkohësisht, ndryshojmë ngjyrën, thuhet fjala përshëndetje. Programi i radhës është
vizatimi I katrorit. Do me thënë, do bëjmë dy programe të ndryshme, a funksioni është I njëjtë. Do me thënë, me këtë program e vizatojmë neve katrorin. Po ashtu, edhe me këtë program e vizatojmë katrorin. Por, në programin e dytë, neve e përdorim strukturën përsëritje, si që mund të shikoni në këtë rast. Ta bëjmë programin, Scratch tani, për katrorin. Do me thënë ka 4 anë. Katrori, when flag clicked, dhe shkojmë në pen, clear, pen down. Do me thënë në clear, kur ta vizatojmë programin, do të shikoni çfarë funksion ka clear dhe pen down. Në motion, move, 60, turn, 90 shkallë. Dhe wait 1 second, 4 herë. Përsëritet se ka 4 anë. Katër herë. Dhe shikojmë vazhdo punoj. Këtu se kemi strukturën repeat. Do me thënë, e vizatuam katrorin. Tani ta përdorim strukturën përsëritje. Clear, pen down, repeat, 4 herë, se 4 hanë ka, 4 herë, e vëmë duplicate, ta provojmë tani valë do bëhet katrori. Do me thënë, përse përdorim neve clear? E pastron ekranin, atë që kemi shkruar parës herë. Shikoni. Mirë. Tani, programin tjetër, ose shembullin tjetër, është vizatimi I trekançit. Ta shikoni në fillim në prezantim, pastaj ta bëjmë programin të njëjtë. E shikoni, në këtë program s'kemi përdorur repeat ose strukturën përsëritje. Në këtë program e kemi përdorur strukturën përsëritje dhe shikoni se sa lehtë është programi I dytë duke përdorur strukturën përsëritje ose repeat. Ta vizatojmë, ta shkruajmë këtë program në programin Scratch. Të njëjtën ata lëmë këtu. Tani për katrori, për trekançin, më falni. Motion. 90 me 120. Wait 1 second, do me thënë kjo do përsëritet 3 herë, se 3 ka 3 hanë. Një, 2, 3. Dhe ka 3 kande. Ta vizatojmë nga në tjetër. Ta shikoni në përkur. Do me thënë trekançi pa strukturën repeat. Tani ta punojmë me strukturën repeat ose përsëritje. Do me thënë e pat çfarë funksion kryen clear, pastrim të ekranit. Do me thënë kur ta bëjmë këtë programin të dytë, ky trekançi do fshihet. Do shkojmë në control, të marrim repeat 3 herë, se ka 3 kande. Shkojmë. Wait 1 second. Tani shkojmë valdo ta vizatoja. Ashtë. Do me thënë, në programin e parë, nuk e kemi përdorur repeat. Në programin e dytë, e kemi përdorur repeat për atë që mësojmë.
3 këndsh. Me radhë e kemi 6 këndshin dhe 7 këndshin. Shembulli i fundit. Do me thënë, e shikoni se sa e madhe është ky program dhe çfarë na mundëson struktura përsëritje ose rëpit. Ta vizatojmë 7 këndshin. Po ashtu, të njëkohësisht ta vizatojmë edhe 6 këndshin. Motion, move, 100 hapa, turn, operacion, në të velim në operacione, o ta zgjedhim pjesëtimin, të shkojmë 360 të shkruajmë me 7 se 7 këndet. Do me thënë, këtë do të përsëritim tani neve 7 erë, se është 7 këndësh. A për 6 këndësh duhet 6 herë. 2, 3 edhe 3 herën. Do kemi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dhe njërën. E që më valë të të vizatoj 7 këndshin. Kë nuk do duket. Pak më poshtë. E me thënë 7 këndshi. Këtu se kemi përdorur strukturën përsëritje. Ne nga bloku control do shkojmë ta marrim repeat. When flag clicked është e njëjta mënyrë si për 3 këndshin, për 4-orin, për 6 këndshin, është e njëjta mënyrë dhe për çdo program tjetër. Kur e përdorim strukturën përsëritje. Repeat këtu do vëmë 7, se është 7 këndësh. Marim duplicate të njëjtën, shkojmë wait 1 second dhe do ta përsëritim në të njëjtën mënyrë. Më falni, që kam gabuar të kone. Pen down. Do me thënë 7 këndshi. Me 7 kënde. Dhe një të shikoni. Të dy programet të punojnë. Por klikuam këtu. Duhet këtu të klikojmë. Veç ky program të punojnë. Pakë. Me repeat. Prapë të njëjtën, mirë. 6 këndshi. Shikoni. Dhe 3. Të njëjtë. Do me thënë, për 6 këndshin si do bëjmë? Do me thënë, tu do shkruajmë 6, ku kemi 7 do shkruajmë 6. Kemi 7 do shkruajmë 6 dhe poshtë do heqim 1. 6. Këtu 6. Dhe këtu 6. Këto o të heqim. Dhe këtu me repeat 6. Ta provojmë dhe programin e parë dhe të dytin për 6 këndshin. Shumë. Kjo është 6 këndësh.
Me programin e parë, kur se kemi përdorur repeat, strukturën, përsëritje, programi i dytë, kur e kemi përdorur. Si që shikoni. Më falni, kjo është 7 këndër, se këtu kam gabuar, du të shkronja dhe këtu 6, dhe tani do filloj të punoj program. 6 këndshi. Provoni, si shembull, më shpi, si mundet një objekt ta përdorni dhe programin e parë dhe programin e dytë duke lëvizur me ndonjë muzikë, me ndonjë nga instrumentat. I keni. Faleminderit për momentin, mirupafshim.